Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video, së bashku do të shohim mësimin numër 9 të nivelit A2 të gjuhës angleze. Ndër të tjera do të ndalemi tek këto dy aspekte. Përdorimi i kohës së tashme të thjeshtë, pyetjet, simple present questions, gjithashtu do të shohim pak edhe profesionet, jobs. Le të fillojmë pak me gramatikën. Kujtojmë edhe një herë që në kohën e tashme të thjeshtë, foljet, hiq foljen mbi dhe pak raste të tjera, do të kenë nevojë për ndihmëse për të krijuar pyetjen. Si ndihmëse këtu do të përdorim foljen do, e cila do të ndryshojë në does kur do të flasim për veten e tretë njëjës, he, she, it. Këtë thot edhe për kufizimi i parë. Use do or does with he, she, it to make questions in simple present. Për shembull, do you work in an office? Nuk mjafton që ne thjesht ngrem zërin, do themi you work in an office. Jo, në anglisht është nevojshme që të bëjmë disa ndryshime, që tjetri të kuptojë që ne po kalojmë nga tregimi i përgjithshëm, pra një fjali pohore, në fjali pyetëse. Përgjigja, no, I don't. Tani, për veten e tretë njëjës kalojmë në does tham. Does she work outside? A punon ajo jashtë? Yes, she does. Kujtojmë edhe një herë. Në formën pohore, pra kur ne tregojmë diçka, tham që për he, she, it, foljes do t'i shtojmë s. Pra nëse unë do tregoj që ajo punon, do them she works, okay? Por, kur kemi të bëjmë forma negative me doesn't dhe pyetjen me does, folja do të kthehet në formën bazë të saj. Pra nuk ka nevojë më që t'i shtojmë s. Prandaj themi does she work outside, nuk themi does she works outside. Okay? Pastaj, mënyra se si radhisin fjalët në pyetje, the word order for simple present question is. Pra radha e fjalëve për kohën e tashme të thjeshtë në pyetje është kjo. Kujtojmë edhe një herë, për të mos të ngatruar me përdorimin e foljes jam, pra me foljes be, e cila der përpara subjektit për të ndërtuar pyetjen, këtu kemi nevojë për ndihmëse, ndërkohë që pjesën tjetër të fjalisë e lëm njësoj si do të ishte forma pohore, pra formën pozitive. Atëherë, radha cila është, do kemi auxiliary, do ose does, pastaj do të kemi subject, subjekti, pra për kë po flasim, mund të jetë në formën e një përemri, I, you, he, she, it, etc. Mund të jetë edhe emri ose fjala që tregojnë për individin. Pastaj do të kemi foljen, e cila do të jetë gjithmonë në base form, work, live, etc. Okay? Këtu na tregohet pak edhe mënyra se si e shqiptojmë, pra si e themi do and does. Okay? Shikoni me anë të fortë. Kalojmë pak në të djathtë. Edhe këtu bëhet një përmbledhje, kam bërë një përmbledhje në lidhje me përemrat që nuk ndryshojnë, për shembull për I, you, we, they, kemi këtë formë do I work, do you work, edhe kështu me radhë. Edhe përgjigjet e shkurtra janë të ngjashme, si pozitive yes, I do, no, I don't, për të gjitha këto vetat. Kurse për veten e tretë njëjës, pra për he, she dhe it, do shndërrohet në does. Does he work? Yes, he does. No, he doesn't. Kujtojmë edhe një herë, e njëjta fjalë që do të përdoret si ndihmëse ose gjysmë ndihmëse për të ndërtuar pyetjen, ajo do të përdoret edhe në përgjigjet e shkurtra. Nëse përdorim do përgjigjim me do. Nëse përdorim does, do përgjigjim me does. Kuptohet, jo gjithmonë është e nevojshme që ne të themi yes I do, mund të themi thjesht yes ose no, okay? Por e rëndësishme është të mësojmë të gjitha format dhe pastaj në varësi të situatës ne mund të zgjedhim të përdorim formën e gjatë ose formën e shkurtuar. Kalojmë pak më poshtë, do, can, be, okay? Atëherë, çfarë duhet të themi me kësaj? An auxiliary verb to make simple present questions. Okay? Pra, do, can, be, në çfarë kuptimi? Do mund të jetë ose mund të përdoret si? Mund të përdoret si ndihmëse, kujtojmë edhe një herë që ndihmëse i themi auxiliary, pra auxiliary verb si folje ndihmëse, për të ndërtuar pyetjen. Çfarë do të thotë këtu? Që nëse nuk ekziston në gjuhën e tjera, për shembull, nëse nuk ekziston në gjuhën shqipe, ne nuk e përkthejmë. E vendosim aty vetëm për të ndërtuar formën pyetëse në gjuhën angleze, por nuk i bëjmë një përkthim në shqip sepse nuk ka kuptim. Si për shembull, do you speak English? A fleti anglisht? Does she live here? A jeton këtu ajo? Okay? Por do gjithashtu mund të përdoret edhe si folje normale. Okay? Mund t'i referojmë si a normal verb, folje normale, ose mund t'i referojmë si edhe main verb, folje kryesore. Dhe kur e përdorim si folje normale,
ka kuptimin bëj. Për shembull, dy rastet që ne kemi parë në nivelin e parë, nivelin e dytë, është kur e përdori me detyrat e shtëpisë dhe me punët e shtëpisë. I do my homework in the evening. Unë i bëj detyrat e mia të shtëpisë në mbrëmje, or he does housework every day. Kujtojmë që gjithmonë te he do të ndryshoj në does, por këtu përdoret si folje kryesore, folje normale me kuptimin bëj, pra i bën detyrat e punët e shtëpisë çdo ditë. Okej, ecim më përpara. Le të shikojmë pak profesionet, okej? Atëherë, kujtojmë edhe një herë që në niveli parë që ndryshe nga gjuha shqipe, që ne nuk kemi nevojë të themi një, për shembull dikush thotë unë jam mësues si profesion, nuk ka nevojë të thotë unë jam një mësues. Në gjuhën angleze është nevojshme të vendosim ose ën, në varësi se profesioni fillon me zanore ose jo. Për shembull në anglisht nuk mjafton të themi I'm teacher, do themi I'm a teacher. Okej, këtu kemi disa nga profesionet. Le të shikojmë me radhë. Disa mund të gjejnë edhe me gjuhën shqipe, meqense disa fjalë për profesionin i kemi huazuar nga ata. Kemi së pari an architect, një arkitekt, an assistant, një ndihmës, zakonisht e përkthejmë me fjalën sekretare, por kemi parasysh sekretare, kemi edhe fjalë fikse për sekretaren. Okej? Prandaj kur kemi një assistant, pra ndihmës, zakonisht do të vendosim edhe një fjalë më përpara për të treguar se çfarë lloji ndihmësi, çfarë roli ka personi. Këtu kemi an administrative assistant, okej? Pra, administrative është pak a shumë që në shqip do ta përdorim për rolin e drejtorit. Pra, nëse dikush është an administrative assistant, do thotë që është ndihmës ose sekretar i drejtorit, drejtoreshës së asaj ose administratorit të asaj kompanie. Me këtë rast kujtojmë edhe një herë që profesionet në gjuhën angleze në përgjithësi nuk kanë gjini. Pra, njëjta fjalë do të përdoret si për mashkullin, si për femër. Në ato pak raste që ekzistojnë dy forma të ndryshme për gjinit, do t'i përmendim. Kalojmë poshtë e treshi, a veterinarian, një veteriner, a dentist, një dentist, a nurse, infermiere, a construction worker, punojës ndërtimi, a chef or a cook, të dyja kanë kuptimin kuzhinier, an engineer, një inxhinier, a soldier, një ushtar, a journalist, një gazetar, a factory worker, punonjës fabrike, a lawyer, avokat, a soccer player, lojtar futbolli, në versionin amerikan, në versionin britanik dhe europian themi a footballer ose a football player. A manager, një menaxher, mund të jetë për shembull a bank manager, menaxher banke. 15, a sales person, një shitës. Kalojmë te, kemi disa të tjera. 16, a model, një modele. A doctor, një doktor, doktoresh. A musician, muzikant. A hairstylist, parukier. A waiter, në rastin e kamarierit kemi dy emra të ndryshëm në lidhje në varësi të gjinisë, më falni. A waiter, kamarier, a waitress, kamariere. Pastaj 21 kemi a pilot, një pilot, a flight attendant, okay. I referohemi atyre vajzave të cilat punojnë në avion, në shqip i themi stewardess. A police officer, polic. Në disa vende mund të quhet edhe thjesht officer, okay. Ose policeman, policewoman, varet, kjo pastaj mund të ndryshojë nga një vend tek tjetri. Pastaj te 4 kemi a front desk clerk or receptionist. Pra, a front desk clerk, a receptionist, të dyja kanë kuptimin e recepcionistit. Dhe në fund, a teacher, një mësues. Okay. Vazhdojmë tej. Le të shohim pak tani një dialog ndërmjet tre personave. Host, mikpritësia, David, Kate, janë disa persona, jo më shumë se 3, Wayne dhe Laura. Se si ti vendosim në praktik këto aspekte gramatikore që mësuam.
Okay? Atëherë kemi host, mikpritësi. Good evening and welcome again to the job quiz. His job, her job. Okay? And our team tonight is David, a teacher. Okay? Ndalojmë pak këtu të përkthejmë. Pra, kemi të bëjmë me një program radio, le të themi, ose televiziv, mund të jetë televiziv e njëjta gjë, ku personat që do të marrin pjesë do mundohen të gjejnë rolin ose profesionin e një individi në varësi të pyetjeve që i bëjnë dhe përgjigjeve që u jep individi. Okay, do t'i bëjmë një X pyetjesh dhe në varësi të përgjigjeve që marrin, do mundohen pastaj të gjejnë profesionin e tij. Pra, e përkthejmë. Good evening and welcome again to the job quiz. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët përsëri në quizin e profesioneve, nëse ta përkthejmë fjalë për fjalë, si titullohet His job, her job. Për ky është emri i quizit, pra puna e tij ose profesioni i tij, profesioni i saj. And our team tonight is David, a teacher, dhe skuadra jon sot përbëhet pra është David i pari, një mësues, përshëndet, hello, and Kate, who's unemployed, dhe Kate, e cila është e pa punë, unemployed do thot pa punë. Hi, pasaj, and Laura, who is a writer, dhe Laura, e cila është një shkrimtare. Okay? Good evening, mirëmbrëma. Pra këta janë tre që bëjnë pjesë të skuadrës që do të luajnë në këtë moment. Atëherë, and our first guest tonight is Wayne. Dhe i ftuari guest do thot i ftuar. Dhe i ftuari jon sonte është Wayne. Hello Wayne, welcome to the show. Përshëndetje Wayne, mirë se erdhe në show. What's your wife's name? Tu kemi sënë në përkatësisë, do ta shikojmë edhe këtë. Pra si fjalë për fjalë si është emri i bashkëshortes. Wayne. Her name's Tanya. Emri i saj është Tanya. Tanya, nice name. Emri lezetshëm. Okay team, you have 1 minute to ask Wayne questions about his job. Pra, në rregull skuadër thot. Keni 1 minutë që t'i bëni pyetje Wayne në lidhje me profesionin e tij. Pastaj, and then 1 minute to ask him about Tanya's job, starting now. Dhe pastaj 1 minutë për t'i bërë pyetje atit në lidhje me profesionin e Tanjas për bashkëshortes së tij, duke filluar që tani. Dhe fjalia e fundit për këtë faqe, let's have your first question. Le të kemi pyetjen, pra i fton të pyetjen tuaj të parë. Okay? Vazhdon David. Hi Wayne, do you work in an office? Pra edhe njëri bëjmë pyetje që në varësi të përgjigjeve pastaj të kuptojmë profesionin e tij. Pra punon në një zyrë? No, I don't. Do you work in the evening? A punon në mbrëmje? It depends. Yes, sometimes. Varet, po, ndonjëherë. Do you make things? A bën gjëra? No, I don't. Do you wear a uniform or special clothes? A vesh uniform ose rroba të veçanta? Yes, I wear special clothes. Po, vesh rroba të veçanta. Do you drive in your job? A nget, pra jep makinës në punën tënde? No, I don't. Do you work with other people? A punon me njerëz të tjerë? Yes, I do. 10 people. Po, 10 njerëz. Do you have special qualifications? A ke kualifikime të veçanta? Qualifications? No, I don't. Do you speak foreign languages? A flet gjuhë të huaja? Foreign, do thot të huaja, pra jo të atit vendit. No, only English. Vazhdojmë akoma. Koha ka mbaruar, pra këto ishin pyetjet që arritën të bënin brenda kohës që kishin dispozicion. Prandaj këtu në fillim kemi your time's up, kur do të themi që koha mbaroi, your time's up. Now you have a minute to ask Wayne about Tanya's job. Tani keni 1 minutë për të pyetur Wayne rreth profesionit të Tanjas, bashkëshortes së tij. Vazhdojmë përsëri me pyetjet. Wayne, does Tanya work outside? A punon jashtë? It depends, varet, outside and inside. Jashtë dhe brenda. Does she work on the weekend? A punon ajo në fundjavë? Yes, she does. Does she work with computers? A punon ajo me kompjutra? No, she doesn't. Jo. Does she wear a uniform or special clothes? A vesh ajo një uniform ose rroba të veçanta?
Yes, she does. She wears special clothes. Po, ajo vesh rroba të veçanta, pra rroba specifike, jo rroba çfarë do. Kjo është ideja special clothes. Does she travel? A udhëton ajo? Yes, she does. A lot. Shumë. Does she earn a lot of money? A fiton ajo shumë lek? Yes, she does. A lot. Pra po, shumë. Mbaroj koha. That's time. E një shprehje tjetër për të treguar që koha përfundoi me pak a shumë të njëjtin kuptim siç pamë edhe shprehen lart në fillim të faqes ku thotë your time's up. Okay? Të shikojmë tani nëse këta arritën të gjeni profesionin e këtij dhe të saj. Okay team, so what's Wayne's job? Edhe këtu kemi sën e përkatësisë. Pra, cila ose çfarë është puna e Wayne? Okay? So, tani bëni përmbledhje. Kështu, you wear special clothes, vesh rroba të veçanta, you work with 10 other people, punon me 10 persona të tjerë, you earn a lot of money, ti fiton shumë lek. Are you a soccer player, Wayne? A je ti një futbollist? Yes, I am, pra duket që të parën e gjetën. Very good, and Tanya's job? Tani të shkojmë për këtë. Let's see, le të shohim, tunat të djatë. She works outside and inside. Ajo punon jashtë dhe brenda. She works on the weekend. Ajo punon në fundjavë. She doesn't work with computers. Ajo nuk punon me kompjutrat. She wears special clothes. Ajo vesh rroba të veçanta. She travels a lot. Ajo udhëton shumë. She earns a lot of money. Ajo fiton shumë lek. We think she's a flight attendant. Ne mendojmë se ajo është një stewardess. Is that the right way? Është ajo e saktë? No, that's wrong. Tanya is a model. Tanya është një modele. Pra këtu nuk arritën ta gjenin dot. Gjithsesi, kujtojmë edhe një herë që në këto pjesë të shkruara, na intereson më tepër qoftë edhe fjalët e reja që mësojmë, por edhe mënyra se si i vendosim në praktik aspektet gramatikore, fjalët e reja ose shprehjet që kemi marr, konceptet e reja që kemi marrë në atë mësim. Edhe pse jo, në varësi të temave, mund të mësojmë edhe gjërat e reja. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen, dhe shihemi në videon e radhës.